Do shta me bu një pyetje doktor Visarit, masi ke në pyetje për mjek, a ke pas mjek që nërë më konsultu që më qasë me pacienta? A që i shkon lëndë kryesore në fakultet që ishtë dash me kanë? Në të vërtet, Lena duhet të them që po ka pas raste, veçanërisht ka të bëjë me specializantë të ri, të cilët akoma nuk i kanë ndërtu përvojë mjaftueshëm, dhe ata të cilët ballafaqohen me profile që duhet me komuniku një lajm të vështirë, konkretisht me ata të cilët lidhen me onkologjinë. Më na kanë tregu të lutem na trego pak se si të mbrohemi në momentin kur duhet me komuniku një informacion shumë e vështirë për klientët ose pacientët tanë me cilët duhet me ballafaqu. Kështu që mu për sinqerisht më ka bëu çefi shumë sepse kemi filluar edhe në nivel profesional më vedisu sa është e rëndësishme komunikimi me pacientin. Komunikimi mendoj që e ndihmon jashtëzakonisht shumë, veçanërisht e ul aspektin e na u thojmë somatizimit, ndryshimet fiziologjike, domethënë fizike që nuk kanë bazë mjekësore, por gjithmonë është e mendja që i sajon këto ndryshime. Po du me nda një rast personal me këtë bisedë me doktor Flamurin.